Pras çmimeve të ndara nga AGK-ja, janë ndarë edhe çmime të tjera për gazetari me interes të lartë publik. Koalicioni I OJC-ve për mbrojtjen e fëmijëve ka vlerësuar po ashtu raportimet hulumtuese që trajtojnë sigurinë e fëmijëve dhe adoleshentëve, veçanërisht ekspozimin e tyre ndaj dhunës dhe përmbajtjeve të rrezikshme në rrjetet sociale. Këto çmime nuk janë vetëm mirënjohje për individ apo storje të veçanta, por edhe një pasqyrë e rolit që gazetaria vazhdon të luaj në një shoqëri që përballet me korrupsion, padrejtësi, diskriminim dhe mungesë të llogaridhënies. Por përtej ceremonisë dhe vlerësimeve, sonte do të diskutojmë për atë se në çfarë kushtesh po punojnë sot gazetarët në Kosovë, sa e lirë është realisht fjala kritike në vendin tonë, dhe sa e mbrojtur është gazetaria kur preken interesat fuqishme politike, ekonomike apo të institucioneve. Shumë nga storjet e vlerësuara këtë vit kanë prodhuar ndikim si në nisjen e hetimeve për abuzime të ndryshme, po ashtu kanë nxitur reagime të institucioneve, por edhe kanë ekspozuar gazetarët ndaj presioneve, kërcënimeve dhe sulmeve publike. Pra sonte do të diskutojmë për të rëndësisë së këtyre çmimeve për standardet profesionale që ato promovojnë, por edhe për sfidat reale të gazetarisë në Kosovë, lirinë e shprehjes, sigurinë e gazetarëve, presionet politike dhe ekonomike, si dhe rolin e gazetarëve në mbrojtjen e interesit publik. Për këto tema do të diskutojmë sonte me dy kolegët e mi, të cilët janë zotëri Besjan Beha, gazetar në Nacionale, mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë për ftesën betim. Dhe kolegja gazetare hulumtuese në betimin për drejtësi, zonja Albiona Hoxha, mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, s'pari urime për çmimet që I keni fituar të dy gjatë këtij viti, keni pas pra vlerësim për punën që është bërë. Kisha dashur me fillu Besjan me juve. Këtë vit je vlerësuar me disa çmime të rëndësishme për gazetari hulumtuese. Çka do me thonë këto vlerësime dhe këto çmime për punën që e ke bë dhe për motivin dhe përgjegjësinë që do të thotë për ty? E para, duhet me thonë që nuk ka qenë një vit normal, betim. Do më thonë, ka qenë një vit kështu vit I zgjedhjeve që isha quaj. Do më thonë, I mbushur me ngjarje politike, duke fillu prej zgjedhjeve të shkurtit, më pas zgjedhjet lokale rundi I parë, balotazhi, tash sërish zgjedhje. Edhe ka qenë mjaft e vështirë normalisht të e ditë edhe mënyrën që funksionojnë pjesa më e madhe e mediave, ndoshta që merren më shumë edhe me lajme ditore, siç është media ku unë punoj, që me gjetë kohë ose hapësira edhe me I trajtu edhe temat e tjera ose me hy më thellë në hulumtime të ndryshme pikërisht për shkak të këtyre agjendave, seancave të kuvendit, domethënë një farë grumbullimi tepër I madh I ngjarjeve politike. Por megjithatë edhe këtë vit është konstatuar që gazetarët dalin për te politikës, domethënë nuk janë vetëm këto temat e përditshme, ato që kanë ndikim, nuk janë veç këto temat politike që mundin me pas ndikim. Sigurisht ndoshta është kërkesa më e madhe që me pas raportime të tilla, po temat cilat e prekin interesin njerëzor, normalisht që kanë zonë vend në media, sikur te betimi për drejtësi internacionale apo edhe media tjera, edhe normalisht që kur vjen funi I vitit, edhe storjet cilat I kemi bu vlerësohen e nderohen prej ekspertëve të fushës, prej anëtarëve të jurisë, është një nder tepër I madh, sidomos të e vlerësu kushtet në të cilat punojmë, jo vetëm aspektin ndoshta të ambientit medial ose gjuhës që përdoret çdo ditë ndaj gazetarëve, edhe mungesës së besimit që cytet kryesisht prej pushtetit, sërish unë besoj që mediat edhe gazetarët mbesin adresa kryesore e njerëzve për me paraqit ato shqetësime, ato parregullësi apo shkelje që ata I kanë në jetën e tyre të përditshme. Kështu që jam tepër I lumtur që personalisht për shembull me dy storje të ndryshme jam vlerësuar në prej AGK-s ose edhe prej BE-s, domethënë edhe në aspektin e hulumtimit të ndikimit në çështjet e korrupsionit, për në anën tjetër edhe me një histori që e ka thellën vetë veç aspektin njerëzor. Besoj e vlerësoj shumë që kjo punë do të vazhdoj edhe s'do të ndalet me më shumë përgjegjësi, me më shumë profesionalizëm edhe me më shumë çmime, po besoj në vitin e ardhshëm. Shpresojmë, kështu hizmetin ja bojnë atë çdo populli, kanë herë çmimi nuk është gjithçka. Ka shumë histori ndoshta edhe që nuk janë vlerësuar, por që kanë pas ndikim edhe kanë rrijat le të themi interesin publik, po fakti që historitë e tona janë vlerësuar, normalisht që është një vlerë e shtuar edhe është motiv për me vazhdu punën. Faleminderit shumë. Zonja Hoxhaj, në punën e bërë gjatë këtij viti, keni pas vlerësime edhe nga juritë vendore, por edhe për te kufijve ka pas vlerësim për një ulëmtim edhe jashtë vendit. A ndiheni për këto vlerësime
thjesht si dikush që është vlerësuar për të bërë një gazetari hulumtuese, si dikush që është sfiduar në terren dhe puna e saj është vlerësuar për atë që ka prodhuar ndikim. Betejmë nëse shohim tash këtë me qenë se jemi në fund vitit, nëse shohim gjithë sulmet që janë bërë ndaj gazetarëve, linqimet ndaj mediave dhe kemi çmimet vjetore që japen në fund vit, e shohim realisht punën e mirë që kanë bërë gazetarët gjatë gjithë vitit. Do të thotë kemi pas storie të jashtëzakonshme, kemi pa hulumtime shumë të mira të cilat kanë prodhuar efekt të jashtëzakonshëm, qoftë me arrestime, me rritje të akuzave, masa disiplinore e tjerë. Pa ndalë veç të hulumtimet e mia, mund me thonë që kolegë gazetarë po bojnë një punë të jashtëzakonshme. Përkundër linçimeve që janë bërë nga politika, pra gazetarët kanë vazhduar mos me hesht edhe me ngrit zonin për qoftë afera korruptive dhe qoftë storie nga drejtësia apo storie tjera që prekin edhe aspektin njerëzor. Normalisht vlerësimet si brenda si jashtë janë motiv shtesë për me punu, janë motiv për mos mundal kur kemi të bëjmë me raste që prekin interesin publik. Normalisht vlerësimet fund vet janë një arsye shtesë për me fillu vitin tjetër me hulumtime të reja, por gjithmonë të e pas parasysh standardet profesionale të gazetarisë, sepse e dim që kemi një peizazh mediatik që domethënë është shumë plural edhe normalisht mungon edhe ai edukimi medial e qytetarëve për me ditë me dallu ndoshta median cilësore prej mediave jo cilësore ose mungon edhe mungesa e dijes për me identifikuar nëse një portal më të vërtet ka njerëz që punojnë aty, domethënë ka një redaktor, dihet kush është pronari i asaj media dhe një portal që është hap vetëm sa për me bë propagandë në publik. Kështu që po besoj gjitha këto duhet mi pas parasysh edhe vitin tjetër dhe me vazhdu me punën profesionale përkundër gjitha kërcënimeve që mundemi pas në terren. Natyrisht sot është një kohë e vështirë kur është duke u zhvilluar gazetaria. Për arsye të shumta, sot gazetaria profesionale po sfidohet edhe nga mjetet të tjera që i kanë në dispozicion qytetarët, pra kanë rrjete sociale, kanë një farë pavarësie të madhe që të plasojnë, të promovojnë informata të ndryshme, të cilat nuk i respektojnë standardet që i respekton profesioni i gazetarisë. Pra sfidohet shumë nga një lloj gazetarisë që muj me thonë është qytetare. Dhe në këto kohë të vështira, kur po sfidohet gazetari për të bërë gazetarin profesionale, e kemi pas edhe një ambient që nuk ka qenë shumë miqësor e që është kriju një klimë jo shumë e përshtatshme që ka ardhur pikërisht nga ata që udhëheqin me institucionin nga cilë duhet vi mesazhi i kundërt. Sa ka qenë sfiduese besjan puna për ta bërë gazetarin gjatë kësaj kohe? Besoj që është veç viti fundit, domethënë ndoshta ky viti fundit ka qenë si kulmi i asaj çka ky pushtet e ka mbjell për gjatë mandatit plot ose ndoshta prej herës parë kur e kanë marrë pushtetin.